Vučićem, Raman Marina, Adi Šukriya. Protiv Jugoslavije, biti kažnjeni i biti uravljeni. Stand united against those who believe this is a humanitarian reason. Yes, to escape. Demonstratat e marsit të vitit 1989 posuan me suprimimin e dhunshëm të autonomisë së Kosovës më 23 mars, fatkeqësisht edhe pse kishte presion mbi deputetët në favor të suprimimit u votua me shumicë votash nga vetë deputetët kosovar. Fakt ky me rëndësi të madhe për ata që nuk e din. Ishin vetëm 11 vota kundër ato që kundërshtuan ndryshimet kushtetuese. Socijalistička Republika Srbije je zato u svakom pogledu sposobna. Istovremeno, nastojat ćemo da na Kosovu što pre otklonimo uočene slabosti u državnim organima, uključujući i organe unutrašnjih poslova. Pas kësaj, filloi dëbimi i pjesërishtëm i punëtorëve nga vendet e punës, fillimisht brenda sektorit publik të asaj kohe, si milicia, gjyqësia, arsimi dhe shëndetësia, menaxhimenti nëpër ndërmarrje shoqërore dhe në të gjitha ndërmarrjet tjera publike. Kësaj dhuna shtetërore e Serbisë, e cila deri më 1989 ishte rezervuar vetëm për armiqtë e dëshmuar të shtetit, e gjitha u kthye edhe kundër të përzgjedhurve të vetë nëpër vende udhëheqëse. Ishte prap pikrisht kjo dhunë Miloševiqiane ndaj Kosovës, ku më nuk kishin vend vetëm njerëzit e diasporës dhe grupet ilegale, por aty gjetën vend të gjithë, edhe drejtorët, edhe i shefat e policisë, edhe të burgosurit politik, edhe prokurorët e deridjeshëm. Miloševiqi arriti të rrumbullaksoj dhunën kundër një populli duke i futur në rezistencë kombëtare kundër tij. Heqja e autonomisë së Kosovës në mars të vitit 1989 nuk kaloi pa ëndrralla, kudo shpërthyen protestat. Numri të vrarëve në 2 muaj i kaloi të 100-t, kudo rifilluan burgosjet dhe ndalimet. Vitin 1989 e kishte spastruar edhe njëherë klasën politike të vendit. Tani në krye të institucioneve në Prishtinë do të viheshin njerëzit më të besuar të Miloševiqit. Atëhere me presione dhe shantazhimet ndryshme, me qëndrimet e kreut partijak Jugoslavisë, mua dhe disa tjerë në largun nga udhëheqësia, tentonin dhe njerëz me preferimin e Serbisë të futeshin në udhëheqësi do kukulla. Garnitura e cila i duhej, domethënë ekipi ekipimenti që i duhej, politik që i duhej Miloševiqit, aja kishte shënime të Raman Marina, të Ali Shukriu dhe të Husametin Azemi, edhe të ndonjë.
dënë se pa kur farë autoritetin në popull dhe pa kur farë mbështetje, me manipulimet ndryshme, i futën në udhëheqësi, i gjetën, valla, jo një, po një 3-4. Rahman Morinën, Ali Shukrin e kishin Beograda, ishte i përshtatshëm për çfarë do manipulimi, i gjetën këtu një farë Husamedin Azemi, një policini Jusuf Karakushin, një për këtyne në universitet gjetën një farë Gania Sharin, që është sa për manipulim. Edhe Rahman Morina vjen faktikisht si garniturë tretë politike, në të cilën Miloševići kishte besim, edhe e cila si garniturë pajtohej me ndryshimet kushtetuese të cilat duhet të bëshin në Kosovë. Në krye të këtij ekipi të ri që për shumë kënd quheshin thjesht Kuisling, do të vihej Rahman Morina, njeriu që minatorët e Trepçës i kishin kërkuar dorëheqjen me grevurie, por ai kishte gënjur dhe kishte vendosur të bënte deri në fund shërptorin e Miloševićit. Unë nuk kam përshtypje se ai njeri domethënë ka qenë i vetëdijshëm çka po bën. Edhe kam thënë se është mirë, ka të sy ka qenë çka po mendoj, edhe kam qenë shumë i vrasht, po mund të them diçka që ndoshta për e parë ndërgjën njerëzit, domethënë ka qenë në momente të caktuara, domethënë për shembull në një detar ku i tha historia do tregon, unë thash jo, historia kur është në pyetje çështja jote ka përfunduar në faktin se ti ke hyrë në histori që Kobizhi brofin kom, bëm nga nervoza, lefi, edhe u thash ndoshta do të sjella për diçka, u sjell një rreth tavolinës, edhe tha, nëse s'po pajtohem me ty, po mirë që po ma thu. Ishte Rahman Morina ai që dirigjonte edhe lindjen edhe televizion, edhe tani nuk mund të quhet që janë ishin të dy njerëz, dy persona, po jo njëri ishte. Edhe një lidhje komuniste ishte dhe një ideologjisht. Me aq sa kishin mundësi, mediat e Prishtinës e vinin në lojë udhëheqësin e diskredituar komunist, natyrisht duke përdorur truqe që t'i shpëtonin cenzurës. Kishin fut në politikë të jashtme, aty nuk lejohej, domethënë, të shkruaja gjatë jetër. Atëherë unë kujdesesha që çdo ditë të o në faqet parë, o në faqet tretë, ku i ishin këto lajmet nga politika e jashtme, të vija fotografin e Najbullahut, kryetarit të Afganistanit. Ai kishte një i përngjante shumë Rahman Morinës, kështu me mustaqe të zezë. Edhe ishte një aparatçik i vendosur nga sovjetikët si Rahman Morina që ishte shërptor i Serbisë. Pas një kohe, njerëzit e kuptuam s'parin në redaksie, pastaj edhe jashtë redaksisë, se kjo ishte një talje me Rahman Morinën së kot. Ku di unë ndodhte ndonjë tërmet i madh apo një ngjarje epokale, po unë megjithatë vija Afganistanin si lajm. Çka do të ketë ndodhur ishte Najibullahu aty në faqen atë ditë kur punoja unë. Tartësia e tij ka qenë edhe një bashkësi me një serbe e cila ishte një rol të veçantë edhe ishte e besuar në Milošević, punuar po ashtu bashkë me organet e punëve të brendshme. Por pikërisht për faktin se Beogradi solli njerëz të tillë në krye të Kosovës, pikërisht se suprimimi të autonomisë dhe terrorit që i parapriu asaj i u vu në krye lidhja e komunistëve të Kosovës, besimi në të po ulej dita ditës. Qytetarët e shikonin se ajo ishte bërë instrument kyç i politikave ekstremiste të Miloševićit. Intelektualët 215 prej të cilëve kishin firmosur edhe një peticion për ruajtjen e autonomisë, do të zhgënjeheshin gjithnjë më tepër. Ata do të ishin të parët që do t'i jepnin goditjen përfundimtare lidhjes komuniste të Kosovës. Gjithçka do të niste në dhjetor të vitit 1989 në redaksinë e kulturës së të vetmes gazetë të përditshme Rilindjes. Aty do të inicohej dorëzimi i librezave të antarësisë në lidhjen komuniste.
kishim biseduar ma herët në redaksi që të bënim këtë akt me një listë të gjithë të dorëzonim librezat edhe me formulimin se lidhja komunizme nuk po përmboshte kërkesat e kombëtare shqiptarëve. Aktin e kishim ba, do më thonë, një ekipi gazetarëve që kishte organizu kretë këtë punë, ishte udhëhiqe nga Ramosh Tahiri. Ramosh Tahiri ishte një gazetar i rilindjes asë kohë, antar i partisë, por i cili natyrisht nuk pajtoj me atë muhabet, edhe kishte vendos në një farë mënyrë me e ba këtë akt, me një grup gazetarë tjerë që s'm kujton emrin. Por Ramoshi e solli vendimin. Të drejtën, unë isha i tharë që të dilim shumë ma herët publikisht me këtë kërkesë edhe t'i dorëzonim librezat, por Ramosh Tahiri, një kolegë shumë ma i ri që ishte se unë isha edhe shumë kohë redaktor i tij, tha se nuk është kohë krete përshtatshme, do të pritet një moment shumë ma drastik që të dorëzoheshin librezat. Diku në janar të vitit 1990, filloi të bëhet organizimi në nënshkrimeve për lëshim në radhëve të lidhjes së komunizmit. Fillimisht u bë me një tekst të butë që për arsye të ndryshme lëshoi në radhë të lidhjes së komunizmit. Do të bëj një listë, në cilën u tha vetëm një fjali, që prej sot nuk pranojmë atë jam antar i lidhjes komuniste, sepse kështu ishte, domethënë, antari i lidhjes nuk mund të pashe pa vetë deklarim. Mirë, po kur u mbledhen në nënshkrimet e shumicës së antarëve të gazetarëve të rilindjes, u bën një tekst i fuqishëm, politik, me cilët akuzohej lidhja komuniste e Jugosllavisë se ka bë politikë shtypse dhe shoviniste ndaj shqiptarëve për periudhë gjatë dhe segregacion në Kosovë. Pasditje morëm në këto gazetarët e Deskut, se që banë një tekst për qelës kësaj liste, një tekst shumë i randë, shumë fyës, shumë akuzus. Ajo komunikatet që da ka shkruar punëtorëve të rilindjes, vërtet ka qenë i shkruar në njërë pamfletiste dhe me një hipotezë të pamfleteve marxiste-leniniste të asaj kohë, domethënë para se diplomacia si ndodhës politikën të. Sot ishte një prej komunistët vjetër, është shkruar shumë për partinë, për titullin, për të rritë, edhe e shikoj, pa emrat e njerëzve, thë, ata, ku janë djemë të një, thë nuk mund të mos e më dhonë, edhe për qipin e shkrimin e lajë. Si sot më duket erdhen Ibrahim Berisha, Skender Zorkaj edhe Mehmet Emrullahu me një listë. Po shoh po i dridhet dora Skender Zorkaj, thash, çka ka Skender? Tha, është një listë po në shkruajmë për me i hedh librezat e partisë. Tash po, ju jeni djemë të mi, ku ju edhe unë aty? Në shkrova, gjujtë e librezën e partisë. Fakti që gazetarët e rilindjes po nënshkruanin largimin nga lidhja komuniste që vetëm njëra anë. Problemi tjetër, si një gjë e tillë duhej bërë publike. Organizatorët zgjodhen një rrugë, ta kalonin në fshehtësi gjatë ditarit kryesor të lajmeve në televizionin e Prishtinës. Ata e futen përmes rrugëve sigurisht legale, por jo shumë të pranuar në tradhon, e futen në televizion. E mori Migjen Kelmendi dhe e qoj në redaksi të televizionit të Prishtinës, ku gjithashtu ishte atë ditë redaktori i lajmeve, Bashkim Ramadani, një mik yjon edhe shoku im, njëri i besueshëm. Edhe u desht me e marë si messengjera, me e marë atë lajmë e disi, me u mundu, me fut në parat, si me thonë, atë kështjel kafkiane, në parat labirint kafkian, e disi me mria i lajmë dhe i të Besa Qeku, spikerja, e cila ishte mike e jona, edhe të cilën ne kishim konfidencë, që ka me e ledzu në fund të ditarë, por si me i ka përcy do njerëz. Migjen Kelmendit i kishte rënë në dorë ky dokument, pra kjo deklarat me shkrim, i cili më dha mua, tha, të lutem, tha, kjo tha duhet të shkoj në televizion, i thash mirë. Te televizioni i Prishtinës asë kohë ekzistonte edhe një farë kontrolli i fundit para ditarit. Edhe ai ishte kur lajmet i kishin kaluar 150.000 kontrolle,
edhe ishin ardhur në dorën e Besës si spikere, por në momentin para, diku 1 minutë ose 2, para nisjes së programit live të lajmeve, redaktori vinte edhe i kontrollonte në tavolinë, edhe i herë mos larg koft ka bovaki diçkan u fut. Unë nuk isha ajo që vendosja në atë kohë, sepse ishte redaktori, megjithatë besoja se do gjeja mirëkuptim te redaktori, të cilët kishin atëherë aso disponimi, pra kishte ndruar disponimi. Edhe për fat ndodh që Besa e kishte futur lem, si me thonë, mrapa motit, në fundit të ditarit. Ne të gjithë ishim të bindën se nëse lexohet në fund të ditarit ai mesazh, ishim të bindën që nesërmën nuk ka me pas më lidhje të komunistëve. Lajmi u lexua në ditar pikërisht pas të dhënave të sinoptikës dhe ai pati efektin e një bombe. Në radhë të parë për vetë njerëzit e pushtetit. Mundeni me marrë në mend reagimin që kanë ardhur nga njerëz që ishin kujt Kosovës në kohë. Më kujtohet telefonatën e parë që bëu një njeri i cili quhej Lua, por ishte sekretar i Marinës. I njohur si gjykac që kishte dënuar edhe në ndërmarrjen e vitit 60. Edhe më thotë, me fjalë tepër të rrashta, se na jemi qerdhja e nacionalizmit shqiptar dhe shtabi për ku po shkojnë të gjitha veprimet në Jugosllavisë. Mirë, po nuk pranoj bisedë me te dhe i them shiko, për këtë mund sqarohemi më vonë. Për 4 tetor, në rast se mendon dikush se e kemi pas në zemër komunizmin, për 4 tetor u shkatru organizata partijake diku përmi 80% të Kosovës. Mundemi me marrë me mend tani njerëzit që me thes marrin librezat e lidhjes komuniste në një organizate, që s'në thesën pas shtëpi dhe shkojnë ajo dorëzoj se aty funksionarët komunës i thonë që librezat e keni dorëzuar krejt. Njerëzit s'harrojnë fjalët e Rahman Murinës dhe rilindja ma ka rras thikën në zemër edhe në shpinë. Me siguri se ashtu sigurisht e Njullit Alshani, me qenë se ishte e tillë që për atë kohë e kishte një peshë tepër traumë politike, tamam sikur të është sërove për ta mbyllur televizion. Por lidhja komuniste e Jugoslave nuk po zhbëhej vetëm në Kosovë. Në të gjithë shtetin, besimi i republikave që ishin bashkuar gati një shekull më parë, tani po zhbëhej. Kapja që po i bënte Miloševiqi kryesisë së Jugosllavisë dhe tentativa e serbëve për të marrë gjithçka në kontroll, po krijonte frikë, sidomos në Sloveni e Kroaci. Për këtë arsye, po lindnin lëvizje të reja. Një nga to që edhe Ujdi, Bashkimi i Iniciativës Demokratike për Jugosllavi, e iniciuar në Zagreb nga intelektuali kroat Branko Hrvat. Vetëm pak kohë para se të bëhej dorëzimi masiv i librezave të lidhjes komuniste të Jugosllavisë, një degë e kësaj lëvizjeje mbar jugoslave do të krijohej edhe në Prishtinë. Në Zagreb është stabiluar një organizat të si them me orientim liberal për pluralizimin, që angazhoj për pluralizimin e skenës për pluripartizmin në Jugosllavi, që quhej Ujdi. Një shoqat për të themi Jugosllavinë demokratike apo për iniciativën demokratike, me nudhez Branko Hrvatin, i cili kishte shkruar një libër shumë të mirë në atë kohë për Kosovën. Dhe aty ke qenë edhe disa të Kosovës, unë edhe me Muhamedin Kullashin, dhe kolegi mi filozof, dhe nështë ja 70-80 intelektual nga të gjitha
viset e Jugosllavisë. Dhe pasi kishte kriju nivel Jugoslav, ku kishte edhe antar, ndërta ishte edhe vetëm suroj, atëherë u kriju edhe dekt në për viset të ndryshme, në Belgrad, Podgorica, në Zagreb edhe kështu në viset të ndryshme. Vetoni mori iniciativën për ta krijuar në Kosovë, pasi ne vonoshim me këto iniciativat. Dikon shtator e na pru edhe Mehmet Kraja ose Jusuf Buxhovi, mirë është kjo iniciativa e juaj, dhe e dobishme, po pse se bëjmë një parti tonë, Kosova, jo me lidhë prapë me Jugoslavë. Neve thonë, okej, kjo është në rregull, ju vazhdoni në këtë drejtim, neve dhe ta bëjmë këte se kjo ishte gjithkon e kishte marrë dhe nuk kishte shumë kundërshtime. Edhe, nuk është keq që t'i kemi në dy plane. Në pjesën e dytë të vitit 1989, u vendos që bëhet një deg e ujtit në Prishtinë dhe atër moftuan Moshkezeni dhe Muhamedini që të hymë kësaj pune. Unë donë se kisha kontakte me Horvatin, i cili ishte themelus, dhe Horvati vetë më kërkoj. Atër i hyra kësaj pune, po në moment të fundit, do më thonë, u vendos që u mendoja që do të hyja antar i thjeshtë, në moment të fundit u tërhoqen edhe Muhamedini dhe Shkelzeni dhe më kandiduan mu për kryetar të degës. Po çdo iniciative tillë, madje as ajo që kishte në themel idealet e jugoslavizmit, nuk mund të kishte sukses në një qytet si Prishtina, ku hegemonia ishte tashmë vetëm serbe. Pengesat ishin të gjithë farsojshme. Neve patëm pagu qiran për një hapësirë tjetër, kjo Bora Ramizi, që të një sala e kuqe, por ajo nuk na u leju, e gjetëm të lyhë, neve patëm pagu këto taksat, këtë që ka duhe, po për shkrum aty, dera ishte mbyllur. Ne pata para pak këtë skenar të mundshëm, edhe pata pyet atëherë Ibrahim Rivona si kryetar shoqat të shkrimtarëve. A mund të kalojmë neve, aty ishte ja 200 metra pak largë selia e shoqat, a mund të kalojmë nëse nuk na lejojnë sallën, kalojmë të ajta mbajmë. Dhe ashtu patë ndodhë. Mira kësaj është se me te ju dha goditje parë, të themi organizimit komunist, dhe u kriju një parti opozitar apo një pandam. Kjo iniciativë nuk funksionoi asnjëherë nuk funksionoi, bile që në mbledhje doktor Ibrahim Rugova tha që tërhiqe më leni të mendoj edhe pak, pasi që në mbledhje u zgjodh kryetar vetëm Suroi dhe në kryesi u zgjodhën edhe Shkelzen Maliqi dhe disa të tjerë. Në dhjetor të vitit 89 e themeluam degën e ujtit dhe me këtë e hapëm derën pluripartizmit në Kosovë, natyrisht pasoi themelimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe i partive tjera. Partitë të tjera në Kosovë do të krijoheshin mjaft, por ky vit 1989 dhe shumë të tjerë që do të vinin pas tij përkojnë me hegemoninë e plot të një force. Lidhja Demokratike ka pas burimet e saj, fillimet e saj në një shtres njerëzish që kanë qenë afërt me kulturën dhe me jetën kulturore dhe me preokupimet kulturore dhe me inteligjencën tonë. Iniciativen për themelimin e LDK-s është inicu nga Jusuf Buxhovi, Mehmet Kraja, Xhemal Mustafa, Ibrahim Berisha dhe unë kam qenë pjesë e atij grupi që kemi fillu të bisedojmë në rilindje veç mas në katin e 4, ka qenë redaksia e kulturës, dhe aty janë bërë bisedat e para, aty është banë, si më thonë, idet e para lidhur me formimin e LDK. Kemi bërë një grupë shokës, kemi diskutu disa herë këto, gjana si duhet ba, që duhet ba, nëse duhet ba një parti politike, si duhet një temen, më thonë ka pas ide, kjo lidhja demokratike nuk në përqente si lidhje, se kishte asociacion dhe me lidhje komuniste, po me gjithat e duhet si mas trendit bashkohor duhet të merrte demokratike, sepse duhet ishte demokratike për të dalë. Në të gjitha këto, përzinim, dhe tani erdhëm të një situatë, kush do vejhej në krytësën.
duhet të themi hapët, dy njerëz kanë qenë për cilët kemi diskutuar. Rugova dhe Qosja. Për të dy njerëz është mësigur. Kur kanë fillu konsultat për kush me bo kryetar, ka qenë kandidat Femi Agani, ose Recep Qosja dhe disa tjerë, për ata shumica për arsye të ndryshme kanë refuzuar se kanë parakoshme se ka pas vërejtje në orientim në program. Dhe më në fund, ditën e fundit dhe dikush i kujtëm të them të bëjmë Rugova në zgjallje për ti. Zotëri Rugova nuk ka qenë pjesë e iniciativës për themelimin e lidhjes demokratike të Kosovës. Ngurrimi i Rugovës vinte ndoshta edhe nga një arsye tjetër. Ai ishte ekspozuar mjaft si kryetari i lidhjes së shkrimtarëve me deklaratat dhe thënjet e tij. Ndoshta nuk ishte i gatshëm që ta mbante edhe këtë peshë. Aq më tepër që nuk dihej se ç'mendonte për këtë iniciativë pushteti i kohës. Kështu, atë 22 dhjetor të vitit 1989, pikrisht një ditë para themelimit të LDK-s, një nga nismëtarët do të kërkonte lejen e Rahman Morinës për ta hedhur këtë hap. Të nesër në kishim nëmë të gjohemi me krajin edhe të jep një përgjegje se çfarë opinioni ka Morina rreth formimit të kësaj partije. Atë natë, pas bisedës me krajin, jam ndysh shumë, edhe e kam ditur një, për që se pyetët Morina, ai do të thotë se nuk do të ishte mirë. Me qenë se unë e di opinionin e tij rreth partive politike, që atë ishin formuar në Jugosllavi, në Kroaci, në Sloveni, në Bosnë. As ma pak por e partitë formohet vetëm prej shqiptarë. Një menduar shumë që kanë bëjë. Edhe aty thjesht e kam bani, i kam leti, një tim, ka përshën po dhe cëtë. Edhe një bisedë telefonike i këmë thënë se s'ka problem në formohet partia, s'kanë që ka ju bojnë, këmë bani përgjësi shumë, një vete. U ba një këshill organizativ, një këshill nisëmbar, bënën pjesë kryesisht intelektual. Këta njerëzit që ishin, domethënë, të rubrikës kulturës, shkrimtar, kryesisht shkrimtar kanë qenë pjesë më e madhe, por ka pas edhe mjek, ka pas edhe historian, ka pas edhe profesor universiteti, një numër syrësh. Këta ishin, domethënë, ishte një këshill nisëmbar i cili u mblodh. Doli ideja që ka qenë e Jusuf Buxhovit, që për këtë të mendonin për që ta ftonin Ibrahim Rugovën që t'ishte pjesë e këtij këshilli iniciativë për themelimin e LDK-s dhe në fakt të ishte edhe kryetari i arshëm i saj. Unë e morra atë letrën me nënshkrimet që ishin mbledhur deri atëherë, kanë qenë 5 nënshkrime sa mbaj mend, ose 6, duket 5, erdha në zyrë dhe i thash që ne po bëjmë një iniciativë për themelimin e një organizimi politik. Ai tha shumë mirë po bëni dhe i thash që duhet, ne dëshirojmë që ju t'jeni pjesë e këtij programi. Ai pa u hamend tha po, do të ta nënshkruaj dhe nënshkroi, por kur i thash që do të bësh kryetar, ai ishte kategorik që nuk do të bëj kryetar. Për një kohë të gjatë, Rugova i refuzoi të gjithë ata që ja kërkonin ta merrte këtë përgjegjësi. Ai bisedonte me të gjithë në kafenë e famshme Elida të Prishtinës, e cila ishte bërë vendi ku po ndërtohej trungu i një rezistence politike. Por askush nuk e kishte të qartë se ka po shkonin dhe sa është fuqia e tyre. As vetë Rugova nuk kishte menduar se një ditë ai do të propozoj për lider të një partie që për 10 vite do ta çonte në rezistencë paqësore kundër Serbisë. Dhe po shkonim që ta formonim. Ai grupi iniciativ që ta shpallim formimin e lidhjes demokratike, e kom lutur unë i pari që ta marraj kryesimin të zgjedhur kryetar. Po. Edhe kemi hec deri te ndërtesa e shoqatës nga Elida ka 500 metra, është më shumë. E kom lutur rrugës që të merr këtë funksion, ka mjaft jam kryetari i shoqatës, le të zgjedhet dikush tjetër. Qëndrimi i tij ishte i prerë që nuk do të bëhej kryetar, bile. Kjo ka zot prej shtatorit deri me 23 dhjetor. Pastaj i kom thonë Ali Aliut, që ishte pashtur në këtë
grupi i iniciues që ajtë bisedaj me. Jo që të bisedaj, po e thash, ky e refuzaj, çka të bajnë. Kishim, si të thëmë, po bisedanim për para, këta propozojmë tash, për kryetar. Ai e thiri edhe njerë bisedoj me Ibrahimin, anash aty, afër ndërtesës, dhe tha me kokë se puna marrë e prana Ibrahimi dhe kështu Ibrahim Rugova po kryetar i Lidhjes Demokratike. Unë e kam propozu Rugovën për kryetar, kam propozu paralelisht në Rugova. Kryetarët dhe sekretarën, të dy kam propozu për një herë, dhe kryetar Rugova kështu Buzhori sekretar. Rugova ka refuzuar, është vërtet, fillimisht tash kam lidhjen e shoqatën e shkrimtarëve, jemi angazhuar atje, mjafton ajo, do të thonë për dilte publikisht Rugova thonte gjëra që ishin për të thënë atë kohë. Edhe formimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, zgjedhja për shembull e Ibrahim Rugovës për kryetar, para asaj nuk ka pas një skenar shumë të përgatitur, por ka qenë, kisha me thonë, një mungesë totale e konceptit si të bëhet, në sensin e skenarit. Pastaj mos mendohet dikush se ka aty në mendonë që po bën një histori. Mendonë që po bën diçka vogël, diçka që po e bëjmë sa për ta bërë. Ose sa po e bëjmë sa për thonë që hajtë se diçka po nisim, se s'ishim sigurt që do ecë kjo. Edhe e pranoj. Mund të më ishte kjo. Zgjedhja e Ibrahim Rugovës ka qenë më shumë një rasi, domethënë jo se ka pas një grup për atë apo për këtë, por si duket njerëzit kanë refuzuar edhe Rugova ka qenë atëherë një tip i cili nuk është imponuar asnjëherë, por ka qenë një tip, domethënë krygric në atë sensin më specifik, dhe thjesht ka ra shorti, si më thonë, të Rugova. Ne që kemi qenë themelues të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ma mirë se kushdo tjetër e dim, që as na vetë dhe as projekti nuk ka qenë as gjithë përfshirës dhe as nësë kemi qenë as të përgatitur për të menaxhuar një lëvizje të tillë. Bile Mehmet Kraja në mënyrë brillante e ka përshkruar kur thotë se themelimi i Lidhjes Demokratike ishte kur gjë historike. Po vërtet, si grup nismëtarësh që po themelonin LDK-n, nuk kishin lënë takim me historinë. Ashtu si që ndodhë në shumë prej këtyre rasteve, ajo do t'ju vinte nga pas. Në pak ditë partia që Rugova do të pranonte ta kryesonte me zor, do të arrinte në disa qindra mijëra antar. Në ndihmë erdhi edhe ambasadori amerikan në Beograd, Warren Zimmerman, i cili kishte ardhur për ta bindur Ibrahim Rugovën që të merr kursin e politikës paqësore. Unë baj mend që brenda ditën e na ka ndodhur që deri në 12.000 njerëz kanë hyrë në këtë derë dhe kanë nënshkruar në mënyrë individuale firmosjen se po bëhen antar të Lidhjes Demokratike. A që ishte e homogenizuar Kosovën atë kosa, Lidhja Demokratike numroj diku deri në 700.000, 800.000 antar. Shkoj deri aty sa më nuk ishte antarësia ishte e panumërueshme. Problemin më të madh kemi pas që nuk kishim parë për të bler letër për ato për nënshkrim dhe për hir të vërtetës do të thonë se disa në punë që punonin kuvendin e Kosovës, atje në fakt i vidhnin letrat dhe na i sillnin letrat për të nënshkruar. Ky homogenizim nuk ishte vetëm në masë. Ky homogenizim ishte edhe brenda nesh, domethënë ne mendonim afërsisht mendonim njësoj, pavarësisht ne vinim nga rrugë të ndryshme politike ose nuk vinim nga rrugë të ndryshme politike, pavarësisht nëse kishim një synim apo një synim tjetër për të ardhmen. LDK ishte një amalgam e pazakonshme. Ishte bashkim edhe i lëvizjes kombëtare, po edhe i nomenklaturës komuniste që tani po konvertohej në diçka tjetër, shpesh madje krejtësisht kundërt me ato që ishte në të vërtetë. Ndodhte për shembull që brenda një dite 50 fshatëra sillnin proces verbale, për shembull fshati Stanovc, organizata themelore socialiste, mbajti mbledhje dhe kolektivisht kaloi në Lidhjen Demokratike. Dhe kalonte me kryetarin që ishte socialist për një herë vaj demokrat. Kosova në atë moment duhej të bënte diçka. Dhe duhej të
krijonte një instrument mbrojtës organizativ politik dhe mbrojtës në kuptimin organizativ, në pikpamje politike, kundrejt rënimit Jugosllavisë, e cila tashmë kishte hyrë në procesin e shkatrimit. Pikrisht ky nxitim drejt fundit të Jugosllavisë që projektohej në Beograd, në Prishtinë ndihej më shumë se kudo tjetër. Prania policore ishte rritur, institucionet ku ata punonin mbylleshin njëri pas tjetrit. Suprimimi i autonomisë kishte sjellë edhe efekte të tjera. Në një program të prosperitetit dhe paqes të aprovuar në fillim të vitit 1990 nga Kuvendi Serb, parashikoheshin mbushja e krahinës me serb dhe favorizimi i largimit të shqiptarëve jashtë vendit. Kështu, shqiptarët nuk mund të blenin as shtëpi pa lejen e autoriteteve. Në fakt, të gjitha këto ndryshime ishin përkrahur në mënyrë herë të dhunshme dhe herë të turpshme edhe nga deputetët shqiptar të Kuvendit të Kosovës. Por klima e re do të zgjonte edhe ata. Në qershor të vitit 1990, shumica e deputetëve shqiptar propozuan amandamentet për Republikën e Kosovës. Jashtëzakonshme që e mbajtën në qiellin e hapur. Shikues të nderuar, ora është 10:16 minuta, kur delegatët e Kuvendit të Kosovës, shumica prej tyre kishin ardhur për të mbajtur mbledhjen e caktuar më parë për sot 2 korrekt. Mirë po siç dronte shumë kush, dera e sallës përkatësisht të ndërtesës së Kuvendit u gjend e mbyllur. Shoku Ilyas, na rrëfeni, çfarë ka bërë tash? Nuk jam i njoftuar krejt çka po ndodh. Unë siç po shihni jam në mesin e delegatëve. As që e di se kush ka urdhëruar që dyert e Kuvendit t'i mbyllen delegatëve. Me 2 korrik, 114 nga 128 deputetës shqiptar të Kuvendit të Kosovës u mblodhën jashtë mureve të godinës së parlamentit të rrethuar nga milicia serbe dhe shpallën një zëri deklaratën kushtetuese që e konsideronte Kosovën republikë, një njësi të barabartë në kuadrin e Federatës Jugoslave. Duke u nisur nga vullneti i shprehur vendosmërisht anë mban Kosovës nga shumica e popullsisë së Kosovës, vullnet ky i sublimuar edhe në deklaratën e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës për pozitë të re kushtetuese të Kosovës, si dhe duke u nisur nga roli dhe pozita e Kuvendit të Kosovës si organ përfaqësues dhe kushtetutdhënës më i lartë i pushtetit dhe i veçeverisjes në Kosovë, Kuvendi i Kosovës solemnisht shpall deklaratën kushtetuese mbi Kosovën si njësi të pavarur dhe të barabartë në kuadër të Konfederatës të Jugosllavisë si subjekt i barabartë me njësi tjera në konfederat. Reagimi serb qej me njëhershëm bëri një të bind të madh në qendrën Sava duke festuar ndryshimet kushtetuese dhe nisi objektivat e saj të proklamuara për një Jugosllavi ndryshe ose një Serbi të madhe. Vetëm 3 ditë më vonë, më 5 korrik pas organizimit të një greve të udhëhequr nga sindikata e pavarur e Kosovës, Kuvendi Serb gjeti si arsye këtë mungesë të shqiptarëve në vendet e punës, ku do të aprovonte një ligj që sanksiononte largimin e më shumë se 80.000 shqiptarëve nga puna. Bashkë me të, bazuar në një ligj tjetër, do të dhinte edhe mbyllje të gjitha organeve mediatike që ekzistonin, që nga e përditshmja rilindja që vitin e fundit ishte bërë epiqendra e qëndresës intelektuale e deri tek radio televizioni i Prishtinës. Me 5 korrik erdhi dekreti tash i Kuvendit të Serbisë që i kish uzurpu marrë ingerencat e Kuvendit të Kosovës, me cilën shpallej mbyllja, ndalimi i gazetës Rilinja, se edhe ne botuam deklaratën kushtetuese dhe gjithë atë që kishte ndodhur që ishte po. Nalazim se ovdje u redakciji imali ili nema, kažete mi? Televizionë hyrën me forcë, kështu policia ka qenë një skenë
mjaft rëndësishme se kamermanin që manipulonte me teknikën transmetuese në televizion, u pa e gjithë kjo, edhe kjo ja doli të transmetohej. Dikun nga ora 3 diçka ka qenë ajo punë, kur unë nga të tjerët edhe përmes telefonatave të kolegëve mora vesh se ishte, si më thanë, ishin dëbuar forcërisht punëtorët nga televizioni dhe televizioni kishte pësuar një pushtim klasik, pra një uzurpim, dhe të gjithë punëtorët shqiptar ishin hedhur jashtë. Me 6 gusht në brame, policia ka ndërhyrë në rotacion në maqinën rotative, e ka nxjerrë gazetën edhe një numër asaj gazetë ndalu me rrujën dhe. Shumë nga delegatës shqiptarë që kishin aprovuar deklaratën kushtetuese të dy korrikut menduan të ndërmarrën një nismë tjetër, që të shpallnin më 7 shtator kushtetutën. Kjo ngjarje do të bëhej në ilegalitet të plot në qytetin periferik të Kaçanikut. Ata vendosën që të shfuqizonin sovranitetin e gjithë ligjeve të Serbisë dhe Federatës që nuk përputheshin me ligjin e ri të Republikës së Kosovës. 7 shtator me thret Halit Muharemin, me thot natyrisht ishim synë se dije se do të përzgjoshin telefonat dhe sonte Lora 8 Kaçanik, shtëpinë e kulturës, do të mlidhen parlamenti dhe do të shpall kushtetutën e Kosovës. E gjeta një prej fotoreporterëve të gazetës përjashme Zëri, ka qenë Enver Bilibashi. Tash kisha marrë ato kodet kur dalim nga Ferizaj, rruga kur ndalën për Brezovic, do t'jetë një kamion, gjaja se po rregullon një defekt në kamionin, ta pyetnia të duhet ndihmë, nëse thot vazhdoni, dini se s'ka asnjë problem. Kishim parullën që kur na pyesin njerëzit në rrugë ku shkoni, të themi se ka një syneti. Shtëpia e kulturës ishte një 50 metra larg stacionit policisë, dhe kemi hyrë në një hall, ishte jo salla e shtëpisë kulturës, po paradhoma, kështu një korridori, ishte erësuar gjitha anë dhe pikërisht në orën 8 ka filluar mbledhja. Ishin hartuar gjitha me shkrim këto tekstet, rezoluta, dekreti, të gjitha ashtu tamam si kërkojnë rregullat juridike konstitucionale. Dhe mas 20 minutash është thanë që të dalin grupe, se cili mos shkojnë askush në për një rrugë, po rrugët të ndryshme, dhe u tha se duhet të lëshojnë Kosovën më sjellën në Kosovë, deputetët. Pas kësaj pati një heshtje, por heshtje ndaj dhunës. Të shumtën është kjo koha e dhunës sistematike e cila krijoi një bashkim të pashembullt për shkak të kësaj dhune. Për kosovarët, përveç bashkimit dhe heshtjes dhe përcaktimit për politikë paqësore, vitet 1989-1990 paraqesin edhe periudhën më romantike të jetës së vetë politike, të përmbushura me pajtime të gjaqeve, takimeve poetike, recitale dhe këngë të shkurtë e fejzës që ishte bërë lajtmotiv i dhimbjes dhe urtësisë. Oj Kosovë, o nana ime.
Kosova nëna ime ishte kënduar edhe në Washington në një vizitë që lobi shqiptar kishte organizuar për Rugovën dhe grupet politike. Ishte një vizitë e një delegacioni shqiptar në Amerikë që ndërtoi një andrallë për Kosovën e pavarur që vetëm pritej momenti kur do të shpallej. Në vizitë Amerikës ishin të gjithë: Ibrahim Rugova, Recep Qosja, Julieta dhe Gazmend Pula dhe shumë intelektual të tjerë që kishin marrë në dorë mandatin për udhëheqjen e popullit. Aty edhe unë gjizë në Kosovë ideja pavarësisë që do të vije nga Amerika. Unë gjizë aq fort sa këngët folklorike krijuan mitin e Ibrahim Rugovës si njeriun që me Bushin dhe Clintonin janë aty afër. Më vonë ishte Bob Dole që vizitoi Kosovën dhe para hotelit Grand mlodhi mijëra vetë që për herë të parë thërrisnin USA. Aty për herë të parë u pa dhuna sërbe nga ndërkombëtarët. Ishte krijuar një qëndrim i ndërsjellë mes shtypësit dhe të shtypurit, mes shtetit zyrtar serb dhe atij paralel shqiptar, ku secila anë kujdesej të mos e trazonte baraspeshën e ndjeshme të aktiviteteve, kompetencave dhe autoritetit. Kjo situatë megjithatë nuk ishte situatë e koekzistencës së bazuar në tolerancë, por më tepër një apartheid me urrëtie, frikë që ishte gjithnjë në rritje. Deri në maj të vitit 1992 nuk ndodhi asgjë, kur u vendos që të mbahen zgjedhjet dhe të emërohet kryeministri në ekzil. Gjatë vitit 1991-92, shkollat ishin mbyllur për nxënësit e shkollave të mesme, kurse studentët s'kishin mundësi të studionin sepse organet serbe kërkonin plan programet serbe të aprovuara me një ligj nga Kuvendi i Serbisë. Viti 1991-92 ishte fillimi i jetës paralele në Kosovë. Sistemi paralel themelohet vetëm pas 24 majit 1992, kur në zgjedhjet e para të lira dhe shumëpartiake të mbajtura nën organizimin e LDK-s dhe në tolerimin dhe mbikëqyrjen e Serbisë, por edhe me prezencën ndërkombëtare, fiton Dr. Ibrahim Rugova me 98,9% të votave. Natyrisht nuk kishte kundërkandidat. Në maj të vitit 1992 krijohet qeveria e parë e Republikës së Kosovës, të cilën e cakton vetë presidenti i Republikës. Kryeministër u zgjodh Dr. Bujar Bukoshi. Po si u bë Bujar Bukoshi kryeministër dhe kush ishin tjerët që kishin refuzuar këtë post të rrezikshëm ekzekutiv të shtetit paralel që ndërkombëtarët e quanin me shumë emra: shtet paralel, shtet imagjinar, apo ndonjëherë edhe më keq, shteti i padukshëm. Sa di unë vetë në Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk ka pas ndonjë iniciativë origjinale që ka lind nga LDK për të marrë këso iniciative, por më shumë ka qenë sugjerimet edhe nga jashtë, lidhur edhe me deklaratën kushtetuese, edhe me parlamentin, pastaj edhe me formimin e qeverisë. Si pjesë e pandashme e këtij aksioni politik të Këshillit Koordinues ka qenë edhe marrëveshja për themelimin e qeverisë së re të Kosovës në ekzil. Ne, ky Këshill Koordinues zgjodhi qeverinë e Kosovës dhe mori vendim që kjo qeveri të del jashtë përkohësisht. Dhe si kundër dihet ka pasur disa kandidatura për kryeministër, ndërtojnë përmendur akademik Recep Qosja, akademik Hivzi Islami, pastaj Mahmud Bakalli
dhe sa është thonë në të kohë, këta nuk kanë pranuar që të merrnin një barë të tillë në ato kushte. Ne bënim oferta të ndryshme për njerëzit që do të dalin në qeveri dhe arsyet ishin më të ndryshme. Dikush nuk mund të lënë familje, dikush është i smut, dikush nuk do të del. Ma vonë kam marrë vesh, më është thanë se ka pas, domethënë, oferta edhe për të tjerët, për këtë post, kryeministrit, por ata kanë refuzuar. Arsyet pse kanë refuzuar nuk i di. Dhe në fund u vendos se ishte pa dilemë që Lidha Demokratike si partia më mosovike duhet ta udhëhej qeverinë e Kosovës, u zgjodh që ajo të propozoj kandidatin për këtë qeveri. Dhe pastaj është gjetë që kjo barë t'i ngarkohej Bujar Bukoshit, që në atë kohë ishte sekretar ekzekutiv i Lidhës Demokratike të Kosovës dhe ishte padyshim një figurë shumë aktive. 3 ditë para se të emrohesha, ka thirrë zoti Rugova në atë zyrën e vogël, ka qenë një zyrë fare, kështu mizerable e vogël në barakën e LDK-s, edhe ashtu si, më shumë si një shprehje, një problemi apo brenge, më tha se kjo punda kemi kërkesa për ta formuar një qeveri, edhe i kemi ofru disave, nuk po pranojnë, s'po dojnë, çka mendon ti, kështu prafërsisht ka qenë. Mbaj mend që një mëngjes kur ka marrë dhe kryetari Rugova po më thoshte, tha morën qafë bujarin, tha sepse e nxorra kaçak. Unë vetëm kam pyet, kam thënë po mirë, a duhet bëhet ajo? Edhe çka po mendon, apo mendon që duhet ta marrën atë? Po, sikur po mëdhimesh edhe ti, domethënë ka qenë shumë kështu njerëzor, them ashtu, human. Ka thonë, unë jam i gatshëm, vetëm trego. Atëherë mirë, pra. Ne të tjerët e kemi miratu me aklamacion gjithë ky antarët e Këshillit Koordinues Partive Politike Shqiptare të Kosovës dhe ata kanë propozuar mjekun doktor Bujar Bukoshin në qeveri. Drejtë bëjë thëmë, unë në atë kohë nuk kam ditë çka është puna kryeministit, çfarë funksioni ka ai, s'kam pas lidhje. Ma vonë kam mësuar se çka qenë ka puna e kryeministit. Pastaj kam thirrë do kolegat me cilët punojshëm, edhe kam pyet po mirë ta çfarë funksion, çka bën kjo qeveri në ekzil. Unë ju bashkangjita qeveri si zëvendës kryeministër dhe si person përgjegjës apo si ministër për 2 resort caktuar. Vendimi ishte që të dalë të veproj në ekzil. Atë ditë kur u nisa për Shkup, kështu. Ilegale. Një 2 orë pas kësaj, policia ka ardhur në banesën time dhe kam duhet të më arrestoj atje. Me fjalë tjera, pas kam shpëtuar asaj atij arrestimi për një 2 orë. Qeveria punoi deri në rregullisht deri në 2 maj të vitit 92, kur u mbajt kuvendi i Kosovës mbledhje dhe kur u shpallën zgjedhjet e përgjithshme parlamentare dhe presidenciale. Në 1992, shqiptarët e Kosovës unanimisht vendosin që tash e tutje të jetojnë në një shtet të udhëhequr nga lideri i tyre intelektual, që do të ndihmohet nga qeveria me qëndrim të përkohshëm në Gjermani. Është qeveria 3%-shit dhe LDK-ja ajo që instaloi sistemin paralel të funksionimit të Kosovës e me këtë krijoi 2 realitete paralele të jetës në Kosovë. Kjo më së paku i pengon të regjimit në Beograd me sistemi paralel ishte garant i qetësisë politike në Kosovë. Edhe pse ishin të mbyllura të gjitha mediat me një vendim të kuvendit të Serbisë, kishte mbetur Bujku, një variant alternativ që i kishte ardhur në ndihmë sistemit paralel që kishte zënë në rrënjë. Ishte bërë një martesë politike ndërmjet LDK-s dhe gazetës ditore që ishte krijuar dhe udhëhequr nga gazetarët e rilindjes që kishin përvojë në shërbim të sistemit një Ne kaluam prej një sistemi
të një mendësie në një sistem tjetër të një mendësisë për sa i përket mediave, dhe prej rilindjes së kontrolluar nga Partia Komuniste, kaluam në bujkun e kontrolluar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ne që kishëm mendime të ndryshme, që përpiqeshëm të artikulonim realitetin në mënyrë korrekte, që përpiqeshëm të artikulonim problemet në mënyrë të gjithanshme, dhe jo vetëm në mënyrën propaganduese nacionale, do të tërnajshëm një minoritet, një pakicë. Për një kohë zavendësum, rilindjen duke botuar alternativisht disa nga gazetat e tjera periodike, si Fjala, Shkëndia, kjo Bujku, e të tjera që po ashtu kanë qenë botimet të rilindjes, por që nuk u ndaluan, dhe më në fund vendosëm që ta kemi një prej këtyre revistave që tjetë e përhershme që ta zavendësoj rilindjen. Dhe pas shumë debatësh e bisedash, u vendosë kjo tjetë Bujku. Por çfarë ishte Bujku dhe pse gazetarët e këtij mediumi kishin marrë rolin e mbrojtësit të LDK-s dhe liderit të saj, Ibrahim Rugova? Për fat të keq, Bujku vetëm ilustroi një gjendje reale shpirtërore e cila ekzistonte aty, ekzistonte nevoja për ndërtimin e monopolit politik, dhe ai monopol politik i shfrytëzoi mediat. Në të vërtet, arsyeja pse Lidhja Demokratike e Kosovës reflektoi më tepër në shtypin e përditshëm ishte thjesht sepse çdo gjë lidhej me të, çdo aktivitet që zhvillohej në Kosovë në atë kohë kishte të bënte me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Mirë po, aty pasqyroshin edhe partitë e tjera që ekzistonin. Nëse ato kanë qenë të afërta me pikpamjet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk ka qenë faji i rilindjes apo i Bujkut. Njëra prej arsyeve është se disa prej njerëzve nga mediat qenë themelues të asaj mendësie, në Lidhjen Demokratike të Kosovës njerëzit më agresiv monopolist ishin njerëzit e rilindjes. Njerëzit më liberal ishin njerëz të tjerë nga universiteti apo nga radhë tjera. Kështu që për fat keq kjo ishte një martesë e keqe për Kosovën, kjo martesë mes partisë dhe gazetës. Ka pas qarqet të cilave u ka penguar prania tepër e madhe e Lidhjes Demokratike të Kosovës, por unë do të ritheksoja se kjo ka qenë pasqyrim një realiteti ekzistues në atë kohë. Kjo që e thojnë ata, ose mund të thojnë këta të Bujkut, është plotësisht e pavërtet dhe është paqëndrueshme në bazën e saj. Pjesë e lëvizjes ka qenë gjithë. Nuk ka gazetë e cila do të mund të thotë se është pjesë e procesit dhe gazetë e cila nuk ishte pjesë e procesit. Le të gjithë kemi qenë pjesë. Vlerësimi im i atëhershëm në kohën kur ka startuar koha e orëve ka qenë që megjithatë artikulimi i të vërtetës e tillë çfarë është, artikulimi i problemeve reale është më i dobishëm për procesin dhe për idenë kombëtare sesa rana, sesa propaganda. Në atë kohë kishte dalë edhe një gazetë tjetër javore përveç Zërit që ishte në treg e ndihmuar nga biznismeni shqiptar Vehbi Velia, e më vonë edhe nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur. Revista Koha po bënte hapat e parë të thyrjes së modelit të vjetër të gazetarisë që po zhvillohej në Kosovë. Mendimin e madh të një njeriu i cili sot gjendet në Tiranë, Vehbi Velis, e tërë procedura e regjistrimit të revistës u bë në Zagreb dhe Koha ishte në fakt gazetë kroate, revistë kroate. Ky ishte një truk sepse nuk ekzistonte ligji për media të private të lira në Kosovë, por me qenë se Jugoslavia ishte një shtet, nuk ishte mundësi të na pengonte kush që kjo të jetë gazetë kroate. Dhe numri i parë ishte një bum i vërtet, sepse nxori një cilësi të re, një cilësi të re shprehje, edhe cilësi të re vizuele. Koha javore kishte një ndikim, por kishte një ndikim të vogël, kishte një ndikim të një rreth intelektual, i cili edhe ashtu nuk duhej bind për gjatë tjetër. Dhe efekti kohës javore konsumoi me atë fakt. Po a duhej sistemi medial i varfër të kishte edhe një gazetë ditore? Unë mendova se duhet të hyjmë një projekti shumë më ambicioz, e ky është
të kalojmë në një gazetë ditore cila do të thyej monopolin e të vërtetës të them ashtu, dhe do të prezentoj për herë të parë një mendësi tjetër profesionale, e me këtë edhe një mendësi tjetër politike për shoqërinë në tërësi. Dita e parë e daljes së gazetës Koha Ditore ka qenë në fakt reflektimi i ngjarjeve dramatike në Shqipëri, dhe ky dramaticitet i cili nuk u reflektuan në bujk, sepse ishte i një mendësie që në Shqipëri nuk ndodhin gjëra të tilla, nuk ka, domethënë, pushteti i zotit Berisha është i paprekshëm e tjera. Ne përkundrazi i reflektuam ato çka merrnim prej agjencive dhe filluam të japim fotografi, lajme e tjera. Dhe gazeta ishte një sukses i jashtëzakonshëm. Për 3 muaj ditë, domethënë, mbritëm një tirazh për 30.000 copësh. Si duket, gazeta Bujku nuk mjaftonte që ta ruante qetësinë politike në Kosovë. Duhej edhe një medium tjetër elektronik që të ushqente shqiptarët e Kosovës për suksesin e liderit të saj, partisë më të madhe, LDK-s dhe mendimit paqësor që ishte proklamuar prej kohësh. Për 15 minuta lajme që kishte ofruar Radio e Kroacisë për kosovarët, ishin thurur plane tjera që shumë më pak ishin të bënin me informimin. Mora një thirrje telefonike prej Agi Malës, më thotë se së shpejti në Zagreb, në Radio Kroaci, do të filloj të transmitohet një emision i lajmeve në gjuhën shqipe. Kishin arritur që ta bindin Tuxmanin, Franjo Tuxman, që t'i jap 5 minuta shqiptarëve për t'i sajuar ato lajme. Njerëzit cilët merreshin me media në atë kohë, gazetarët tanë, arritën, edhe nëpërmjet kanaleve të ndryshme kërkesa atje, që në Kroaci, në Zagreb, t'i mundsohet Kosovës që duket në ora 22, prej 22 deri 22:15, një 2-13 minuta ka qenë koha e emisionit në Shqip, gjatë asaj kohe domethënë të emitohen lajme nga Kosova. Kjo ka qenë e tërë. Ishte e qartë se ishte bërë një pazar aty, që të kemi 5 minuta lajme me kusht që të nxisim luftën në Kosovë, që të hapet i ashtu quajtur i front i jugut, sepse Kroacia përgatitej të hynte në luftë. Kishte synime kroate, oficiale, jo oficiale, që të hapen një front dhe të nisej një luftë, dhe gjithashtu kishte synime që ushtarët kosovar apo shqiptar të ndjenjë erën e barotit dhe të mësohen me këtë luftë në Kroaci, mandej ishte një qëndrim për mendimin tim i budalaft që të shkojnë në për Hercegovinë, Sanxhak dhe të deportojnë si ushtëri shlemtare në Kosovë. Në atë kohë ka pas shumë ide dhe shumë edhe oferta serioze që rezistenca jonë paqësore të shndrojë në rezistencë violente. Thjesht me pas qenë atë ditë ose në atë kohë i plot fuqishëm, me pas fuqinë, domethënë si thot Bigjeni ose si se kam një grosht e tjera. Unë e kisha fillu luftën me njëherë Kosovë me një kohë shumë shkurtë, rezistencë aktive, legjitime. Me që kanë kalu shumë kohë, nuk është më fshehtësi se në atë kohë janë mbajtur edhe takime të shqiptarëve në Stubičke Toplice, në Zagreb. Ka pas takime të nivelit lartë edhe me Franjo Tuxmanin dhe me ushtarakët e tij. Ishte e qartë se pala kroate, tash po them nga kjo perspektivë, i fërkon të duart se si të hapet një front i jugut një që të shkarkohej sa do kudo. Ndër meritat që do të meten për jetë të jetëve si kontribut real i lidhjes demokratike të Kosovës për Kosovën është evitimi i luftës në vitin 1991. A kishte në të vërtetë ide për krijimin e një ushtrie dhe a kishte ushtarak shqiptar që po përgatiteshin për luftë? Apo viti 1992 ishte koha kur lufta konsiderohej vetvrasje për shqiptarët e Kosovës? Po në atë kohë
Jo vetëm unë, po thjesht ka qenë edhe fryma, edhe pozicioni i Lëvizjes Demokratike të Kosovës, po edhe disponimi i njerëzve në Kosovë, i popullatës, që për t'ju shmang luftës, për t'ju shmang konfliktit, sepse është menduar se me këtë presion politik dhe me një farë sensibilizimi, ndërkombëtar të Kosovës, mos eventualisht po arrihet diçka pa luftë. Mirë po na dinim që Serbia do të përgatitet për luftë, deshtëm apo s'deshtëm ne, dhe në ndërkohë sa ishin këshillat koordinues, në këshill koordinues, strukturat caktuara u mor vendimi që të krijohen disa kampe, të themi, strehimi apo ushtrimi në Shqipëri. Numri trupave shqiptare po flas në Kroaci, nuk i kalon të 1000. Domethënë ishte i vogël, numri i njerëzve që ushtrohej në Shqipëri ishte gjithashtu i vogël, por përvoja aty në ishte e madhe se kur vinë në Kosovë, secili në midis të veta, në fshatet e veta, në lagjet e veta, e çfarçnin përvojën edhe futshin në armë ilegalisht. Ndërkohë një lider tjetër i luftës po krijohej. Kishte të atill që e dinin fuqinë e Serbisë, por nuk shenin rrugë tjetër për çlirim. Ne ishim shumë të vetëdijshëm çfarë armiku kemi. Ne ishim shumë të vetëdijshëm dhe çfarë potenciali ne mund të fusim në përdorim. Boshti i gjithë kësaj ka qenë motivi i cili model të cilin e dha Adem Jashari në vitin 1991 dhe aktiviteti i tij në vitin 1992. Bujku ishte bërë vendi i anatemës morale, që prodhon tek iluzione. Ishte bërë rrezik për qytetarin i cili ishte bindur se pavarësia do të vinte së shpejti. Bujar Bukoshi flet për atë se pse duhej një projekt televiziv satelitor për të mbajtur gjallë politikën që s'po jepte rezultati. Kërkova që të bëhet një farë vlerësimi. Çka duhet ne me bë për me bë një program, se ishte atëherë çështja e blerjes, domethënë hapësirë satelitore, në atë kohë ishte ekstreme shtrenjtë. Në Shqipëri ishte vetëm programi, domethënë, si terrestrin, toksor, ishte për herë të parë bëhej diçka e tillë. Edhe e di se ka pas shumë probleme, shumë vështirësi derisa u boj dhe gjitha ajo derisa arritëm që me marrë 2 orë ishin në programin. Në një kontakt timin me te në Tiranë, na u pajtuam në një kvalifikim që programi që shfaqej në televizionin satelitor shqiptar e është i prodhimit kosovar është katastrofal. Lindi ma vonë me kohë, lindi një farë si trend, si tendencë, gati u bo si modë, që aktivitetet, veprimtaria e politikës kosovare, domethënë partive politike, Rrugovës, Bukoshit, qeveristi, të prezentoheshin gjithmonë kështu me një ton, domethënë gati romantik, domethënë. Në atë realitetin kosovar shfaq pamja ishte krejt ndryshe. Nuk ishte kurfar president, kurfar pushteti, kurfar Kosovë të pavarur, aty ekzistonin njerëz të njekun pe policisë serbe, qitur pe katuneve të veta. U kriju nga disa persona aty në LDK, në kryesi LDK, se popullin duhet me ushqy me diçka, ja ka qenë kështu për mua shumë e papranueshme, domethënë, gërditesha nga kjo, drejt me thënë. Çdo dalje nga skemat e propagandës që ka kultivuar Bujku dhe Qiku në atë kohë, ka qenë me një mënyrë rrezikshme. Nuk bëhet fjala këtu për rrezik fizik, për kërcënime ose ku ta diu, por bëhet fjalë për rrezik të anatemës morale. Edhe unë si gazetari kisha 2 mundësi. Me shku me ju bashku këtyne farë gazetarëve të famshme me hi në shallarët e LDK-s atje, gjymove, apo me u bo gazetar, me nga mas lajmit, me nga mas fenomenit. Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë jashtëzakonisht destruktive ndaj gazetarisë, ndaj parimeve bashkëkohore të gazetarisë, duke mos i kuptuar kurrë se e vërteta është gjithmonë më e fuqishme se propaganda, dhe se gazetaria kosovare në fakt nuk ka pas nevojë kurrë për propagandë, por ka pas nevojë vetëm për mjete, për mënyra se si të plasohet realiteti i cili ka qenë, do të thotë, i prekshëm. Kosova nisi me vlu ti në program edhe në bujk, në programin satelitor Shqipërisë, edhe në bujk ti gati që s'kishe lajm se çka po ndodh. Kështu që në këtë kontekst unë aso kohë e pa shumë me rëndësi themelimin e një ekipi, sa do i vogël që është, s'është me rëndësi,
por i cili ka me nis me njek që të realitet të ri që po shfaqej në Kosovë. Edhe me dhonë lajmin për ta. Ne nuk kemi pas nevojë asnjëherë që të krijojmë realitete, që të simulojmë, që të bëjmë propagandë të madhe për shqiptarë. Nuk ka pas nevojë. Puna e gazetitarit kosovar prej 1989 është vetëm që ta prezantojë realitetin faktik. Me qenë me realitetin, kërkohi prej teje me pas guxim, me gjetë rrugë, me ranë kontakt me burimet dhe me informacionin, kërkohi shumë çka prej teje profesioniste, e që në aso kohë u dëshmu se gati që s'kishte profesionizëm në gazetari në një sferë. Qeverisë së Kosovës i duhe një prezencë në mediat ndërkombëtare. Bujar Bukoshi paraqitet në CNN për të treguar dhunën serbe në Kosovë. League of Kosovo. Mr. Bukoshi, it was your supporters who have been arrested. What do you know about the arrest? Who's been taken? Para kësaj ne angazhum një firmë PR, public relations, një firmë, Ruder Finn që u edhe u bë mirë, sepse na me vërtet nuk kishim përvojë, nuk kishim atë kapacitet me bë lobbying ose me bë këtë aktivitet, me zhvillu aktivitetet atilla edhe ishin ato firma, ishin njerëzit që ja kishin zanat asaj pune, ne vetëm duhet të paguani. Dr. Bukoshi, welcome back. We have talked before, some months ago. Have things in your country gotten worse? I think that the situation in Kosovo is worse than ever. Because... E vleti barra Tiranë, ka qenë për mu një investim kështu i mirë, edhe nëpërmjet të asaj firme ne pastaj arritëm që të fitojmë një hapësirë edhe në CNN. Konferenca e Londrës më 1992 kishte lënë Kosovën jashtë agjendës, duke lënë delegacionin kosovar të prisnin në hallin e madh të ndërtesës ku po mbahej konferenca, duke u mundësuar pamje të konferencës vetëm përmes televizionit. Ishte, domethënë, një situatë shumë kështu e mirë, kisha me thonë. Edhe trajtimi shqiptarëve që diçka plotësisht periferike, pa relevancë. As konferenca e Daytonit e mbajtur 3 vite më vonë nuk i kishte ofruar asgjë liderit kosovar Ibrahim Rugovës, i cili kishte deklaruar se ne do të marrim pjesë në konferencë. Konferenca e Daytonit nxori në shesh gënjeshtrën në njërin anë dhe opcionin e luftës si të vetmën zgjidhje në anën tjetër. Ne aso kohë të rishnim vrejtjen, do se ishim në minorancë absolute, se Kosova do të lihej jashtë Daytonit, se këto ishin pralla, këto që tregoshin nga politikanët tonë dhe nga bujku, se bile deri ditën e fundit, para konferencës së Daytonit, dilnin edhe në LDK edhe në bujk, dilnin informata se ne do të marrim pjesë, çështja e Kosovës do të marrë pjesë, është vetëm punë teknike, kur do të nisë delegacioni në Dayton dhe të diskutojë për këto çështje. Shqiptarët e Kosova nuk u trajtohen ditan. Mendoj që kjo ka qenë një fazë kur na ka mobilizuar edhe më shumë. Mungesa e Kosovës në konferencën e Dayton ishte mesazhi më esullues për kosovarët, i cili njëkohësisht nxori në shesh, domethënë opsionin radikal të luftës, sepse menjëherë mbas konferencës së Daytonit filloi mënyrë të qartë të tregohet një strukturë e armatosur, ndërsa e vogël, që më vonë do të shndrojë në ushtrinë qytetare të Kosovës. Nuk do të them që në këtë kohë janë radikalizuar veprimet e ushtrisë shqiptare të Kosovës, po do të them diçka tjetër, që në këtë kohë ishte bërë relativisht një kohë kur ne ishim konsoliduar si ushtri apo si një strukturë guerile dhe veprimtaria jonë rritej çdo ditë. Diku në Vjeshtën e Vonë ishte mbajt një takim për të nisur veprimet ushtarake. Në mbledhjen, mbajtur më 17 nëntor 1994, themelohet ushtria çlirimtare e Kosovës dhe shtabi qendror i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Përmes komunikatës numër 11,
merr përgjegjësinë për aksionet e kryera kundër forcave serbe në tërë territorin e Kosovës. Proces verbal i kësaj mbledhje u nënshkrua nga 5 anëtar të kryesisë së LPK-s, sa ishin prezent: Gjavit Haliti, Ali Ahmeti, Fazli Veliu, Emrush Xhemali dhe Gafur Elshani. Menjëherë pas kësaj në Tiranë është mbajtur mbledhja e shtabit qendror për veprimet të mëtutjeshme operative të UÇK-s në përbërje të Azem Sylës, Gjavit Halitit, General Gjeladin Gashit dhe Najt Hasanit. Për dallim nga ushtritë e tilla në shtete tjera që konsideroheshin ushtri të popullit, kjo ishte më shumë si union, secila me komandant, logjistik, qëllime politike dhe prapavi ideologjike të vetat. 3 grupet kryesore, duke i sigur kishin marrëdhënie të afërta, por koordinimi mes tyre nuk ishte i mirë. Nuk dijej kur se a ishte formuar komanda e lartë ushtarake. Ajo për vitin nuk kishte humbje nga radhët e saj deri më 31 janar 1997, kur vritet Zahir Pajaziti me shok dhe burgoset komandanti i parë i UÇK-s, Najt Hasani. Janari vitit 1997 vërtet për ne ka qenë një kohë kur ne kemi pranuar një goditje shumë të madhe. Kemi pranuar një goditje që ka pasur efektet më vonshme. Ka qenë një goditje e mekanizmeve të sigurisë së Serbisë, edhe si rezultati një pune të madhe të tyre. Kishin bërë sa vite që ne kishim vepruar dhe nuk kishim goditje të tilla apo të ngjashme. Dhe pikërisht janari 97 ka qenë që vërtet ne na ka godit, na ka drill, por nuk na ka shu. Me 1 tetor të vitit 1997 ndodhi ajo që pritej. Marrëveshja e arsimit e nënshkruar nga presidenti Rugova dhe presidenti serb Milošević nuk u implementua në asnjë pikë. U lirua vetëm instituti albanologjik, sistemi paralel dhe shteti imagjinar po shuhej. Mijëra qytetar kishin nisur rrugën e azilit, kurse studentët kosovar po provonin të thenin heshtjen. Të ndihmuar nga LPK-ja që qëndronte gjithmonë diku brenda në organizim dhe të përkrahur nga Bashkësia Ndërkombëtare, Ejup Statovci, Muhamet Mavraj, Driton Lajqi, Albin Kurti dhe Bujar Dugolli nisin thyerjen e epokave. 1 tetori ka shënu, do të thotë thyerjen e epokave në gjatë viteve 90-ta, dhe është dita marrën si është me politike viteve 90-ta. Do më thonë pa abstrahoj këtu fillimin e luftës. Ne kemi prezentuar ashtu si e kemi pa, si e kemi ditë në atë ku, duke natyrisht duke përfshirë edhe qasjet e lidhjes me të Kosovës, po edhe qasjet e ndryshme perëndimore, të cilat kanë hezituar që ta përkrojnë atë iniciativë studentore. Por ne kemi megjithatë intonacioni përgjithshëm në zëri ka qenë përkrahas. Më 26 nëntor, një grup i djemve të veshur me uniforma dhe me emblemet të UÇK-s kishin nisur betejën e pakthyeshme për çlirim. 9 policë të vrarë dhe një tankse e shkatëruar ishte bilanci i luftës ndërmjet forcave serbe dhe atyre të UÇK-s. 2 ditë më vonë, pikërisht kur përbëhej varrimi i mësuesit Halil Geci, i vrarë 2 ditë më herët nga forcat serbe, UÇK-ja bëri daljen e saj të parë publike. Në vend të ndonjë shfaqje, në ndonjë intervistë apo diçka të ngjashme, do që ka pas zara kështu, të japim një mesazh edhe parafaktojnë të brendshëm, cila ndoshta deri atë kohë akoma nuk e kishte krijuar besimin e mjaftueshëm që ekziston një forcë në qenien e tij dhe ajo është Ushtria Shqiptare e Kosovës. Dhe për të dhënë mesazh edhe për Bashkinë Ndërkombëtare që Kosova tashmë ka hyrë në fazën e fundit të luftës së saj shqiptare. Unë kam patur fate që kam patur besimin e cilit do që të dalë publikisht dhe po ashtu kam patur një fat të mirë që bashkë me mua në 2 krahët e mi në këtë dalje madhështore të kem tani dëshmorin e kombit Muj Krasniqin dhe luftëtarin e madh Davut Radi. Ne arritëm deri në mas, ku masa në përcolli me një emocion që nuk di ta përshkruaj. Bëm paraqitjen tonë, lexova fjalimin, zbritëm poshtë për të shkuar në detim të makinës tonë dhe
Mbaj mend zgjatjet e duarve të njerëzve për t'na prekur. Mbaj mend bërëritjet e tyre. Mbaj mend ftyrat e tyre. Po si e priti Prishtina politike daljen e UÇK-s? Prishtina politike, edhe në qoftë se ka besu se ka diçka që është UÇK, ka qenë kundër. Dhe starti ka qenë politikisht katastrofal. Në një farë mënyrë, unë po ashtu e kisha një farë lloj frige, një lloj tute si të gjithë tjerë, se kjo mundet me na kushtu, se na nuk jemi të përgatitur për lufta. Popull totalisht, si me thonë, i hutum me historie, me shoqënie, totalisht i trullum, nëse. Kur për herë të parë më ka ardhur xhirimi me një ushtar të UÇK-s, me i veshur me uniformë, edhe me amblem të UÇK-s, e me një pushkë në dorë, para një picgaverit djegun, nuk më isha me besu që kjo pamje o xhiru në Kosovë, se për me kuptu ju tënë peshën e kësaj frige, duheni me kuptu se në Kosovë ka pas hup ideja e rezistencës ndaj Miloševiqit. Miloševiqi dilte i përkrym në instalimin e asaj që është e njoftën si shteti i frigës, shteti i dhunës. Kosovarët ishin palu, s'kish nevoj me 2 milis më ishe me majtë kretë Kosovën nër kontrol, sepse shteti i dhunës funksionante në mënyrë të përkryme. Se çfarë përgatiti Serbia pas daljes së UÇK-s, tregon një spot televiziv i bërë pikërisht pas daljes së UÇK-s në skenë. Asgjë më bukur se ilustron këtë shpjegim që ja bëna unë kontekstit politik vitit në shfaqjen e parë të UÇK-s, se sa një spot televiziv reklamues propagandus i radio-televizionit Serbisë, në krye me Milanovicin e famshëm drejtar, ata e kishin vizualizu politikën e tyre. Në esencë ata thoshin, nëse rrini urt, keni me qenë me ne, nëse jeni të halitshëm, keni me qenë jeni me UÇK-n, ka me ju gjetë e zeza. Dalja publike e UÇK-s krijonte mundësi të shpeshta të përplasjeve me armë ndërmjet policisë serbe dhe UÇK-s. Betejë e zhvilluar në fshatin Likoshan të Drenicës nisë rrëfimin e gjatë të luftës që po bëhej e pashmangshme, një luftë që në Likoshan mori shumë jetë të familjes Ahmeti. Likoshani ishte ballafaqimi i parë me një krim madh. Aty unë pash gjak në për tokë, pash copa të kockave në për tokë të familjes Ahmeti, cilën disa për tyre i kishte ekzekutuar policia serbe të shtëpia atyre. Pash vrimat e plumbave në për dyrë, në për mure. Më 22 shkurt i dërguar i Shteteve të Bashkuara, Robert Gelbart, i akuzoi serbët si shkaktarët kryesor të dhunës në Kosovë. Deklarata e tij vetëm 4 ditë më vonë, se UÇK-ja ishte buzë terrorizmit, besohet të ketë nxitur një sulm masiv të serbëve në familjen Jasharaj në Prekaz. 2 sulme kishin ndodhur në familjen Jashari brenda një kohe shumë të shkurtur, por sulmi i dytë më 5 mars ishte fatal për Jasharajt. Aty humbën jetën dhe ranë 2 vëllezërit që kishin qenë themeluesit e rezistencës kundër Serbisë, Adem Jashari dhe Hamz Jashari. Bashkë me ta ishin vrarë të gjithë anëtarët e familjes, pleq dhe fëmijë, përveç një vajze që kishte mbetur dëshmitare e gjallë e tmerrit. Aksione i pamëshirshëm i Serbisë ndërroi jetën në Kosovë. Radhët e UÇK-s shtoheshin, kurse bashkësia ndërkombëtare u alarmua për brutalitetin e Serbisë. Te pjesa politike e Prishtinës, tragjedia e Jasharajve sikur ishte harruar shpejt. LDK-ja ishte shokuar me shtrirjen e UÇK-s. Fuqia e kësaj partie ishte zbehur dhe fuqinë e saj politike dëshironte ta kthente përmes zgjedhjeve më të çuditshme në histori, zgjedhjet e vitit 1998. Ndërkohë,
Bashkësia ndërkombëtare kishte emëruar Holbrookun si negociator për Kosovën, i cili kishte vendosur që ta kthente fuqinë e humbur të presidentit Rugova, duke organizuar takimin me presidentin Clinton. Por një kusht kishte vënë Holbrooke: një takim tjetër duhet të mbahej paraprakisht. Dobar dan, gospodine Đurđević. Drago mi je da vas upoznam. Su upoznani da se vidim. Da. Drago mi je da vas upoznam, gospodine Agani. Pišu novine da se mi vidimo, pa je dobro da se vidimo jedno. Dobar dan. Dobro. Kako si ti? Dobro. Dobro je, drago. Dobar dan. Dobar dan. Drago mi. Izvolite. Da, kažu da pušenje smanjuje radne sposobnosti. A zavisi. Uglavnom lažu. Konstitucija. Bakali tako ne misle. Uglavnom lažu. Pušenje, možda smanji, možda te ubija, možda te smanji, ništa. Ako nemaš, Në të njëjtën kohë sa mbahej takimi në Beograd, Miloševiqi kishte filluar sulmin mbi forcat e UÇK-s në rrethinën e Deçanit dhe në vetë qytetin e saj, si kundërpeshë politike të takimit me peshën kosovare. Por si duket ky takim, vetëm sa dha efekt të kundërt, sepse nuk solli asnjë rezultat. UÇK-ja e konsideroi si tradhti një dorëzgjatje me Miloševiqin. Në qershor të vitit 1998, peshqja kosovare kishte marrë rrugën për në Washington për të takuar presidentin Clinton. Këta ishin zotuar që të nisin negociatat me Serbinë dhe të gjejnë një zgjidhje për Kosovën. Peshqja politike dhe kontaktet e kësaj peshqje politike me Beogradin apo me mekanizmat e ngjajshëm, ne jo që na është dashur ti injorojmë, por të thamë të